Ju përshëndes, 2 nga kompanitë më të mëdha në botë për investime japin alarmin. Japin alarmin për situatën ku gjendemi dhe ndonë se japin alarmin, shesin dhe blejnë aksione marramëndse, me shifra që nuk i kisha dëgjuar kur. Dëgjojeni me kujdes sepse ata ndoshta diçka din. Në janar të këtij viti, në janar 2026, Donald Trump hodhi në gjyq Morgan, nuk dua t'i them emrin e plot, por një shoqëri shumë e madhe, që është një nga këto shoqërit që investon. Hodhi në gjyq sepse i kishin bllokuar llogarit, pra kur në vitin 2021 kur ai kishte probleme me, le të themi, dhe ai i hodhi në gjyq dhe kërkon 5 miliard dollar shpërblim, sepse në atë periudhë ai nuk mund të lëvizte dot, pra Donald Trump me kompanitë e tij në bizneset çka. Dhe ranë dakord për një shifër që të mesme, si mund të themi. Por, ajo që dua t'ju them unë, është fakti që në 2 muajt e fundit, pra duke filluar nga shkurti dhe marsi, Morgan, pra kjo shoqëri e madhe, po bën disa lëvizje spektakolare. Gjën e parë që bën, sepse humbën disa para, ku do t'i merrnin këto para? Gjën e parë që bën, sepse shiko, është tepër komplekse ajo që po do t'ju them. Duhet të dini që çdo lëvizje që bëhet në bazë disa grupeve që janë atje, ata që vendosin, me fjalë, sepse ka disa lobe të fuqishëm që vendosin fatin e çdo gjë, çdo lëvizje në merkato, në shëndetësi, në çdo gjë. Pra lëvizjet e mëdha që bëhen të parave, bëhen në bazë të këtyre, sepse janë ata pika bazë, pika kryesore, dhe nëse ata do të humbasin diku, duhet i gjejnë diku tjetër të ardhurat. Dhe disa pretendojnë që edhe luftrat bëhen në shkak i këtyre problemeve. Pra, në momentet që bëhen luftra ose konflikte, problemet lindin pikërisht pra sepse lobi ka humbur disa të holla diku dhe duhen që ta marrin diku tjetër. Jo vetëm të holla, por ka edhe probleme tjera, sepse dikush i jep urdhër që duhet pastrohet një vend atje, duhet pastrohet një popullat atje, duhet pastrohen disa para këtu, etj. Pra, mendohet që këto kompani të mëdha vendosin fatin në bazë të disa kritereve të një programi të caktuar. Dhe çfarë po ndodh? Më ndiqni me kujdes, dhe çfarë po ndodh? Ai, pra, shefi kryesor, që nuk dua t'i them emrin, m'falni, shefi kryesor i Morgan, kësaj shoqërie, dha alarmin se tha që ka një problem të madh, tha, të këtyre 5.000 miliard asete, me fjalë investime, që mund të krijohen si punë asaj, si quhet, tullumbaces. Nëse kemi një tullumbace, e frym tullumbace dhe ti e shpon tullumbacen, a shpërthen. Pra, të ardhurat financiare janë brenda tullumbaces dhe ti nëse shpërthen, hidhet në erë çdo gjë, me pak fjalë. Dhe aksionet e të gjithë amerikanëve, të gjithë investuesve, jo vetëm amerikanë, por e të huaj, mund të shkaktojnë një dëm të madh kolosal, siç ndodhi në vitin 2008. Ndaj ju thash, dëgjojeni me kujdes. Dikush nga ju do thotë, po mirë, unë s'kam investime, atëherë pse do dëgjojeni? Dëgjojeni sepse bie mbi secilin. Sot apo nesër bie mbi secilin. Dhe tani çfarë ndodh? Tani, në këto 2 muaj, që ai dha alarmin, që kur humbi sa para, ose humbën ata aksionerët gjasme, dha alarmi dhe tani po fillojnë njerëzit që të blejnë tek ta. Po blejnë aksione tek ta, sepse ai ka para, kush ka para, ku do t'i çoj parat? Diku duhet t'i çoj. Dhe tani nga frika se diku mund të ketë probleme, ai bëri publicitet të keq nga ana tjetër për të marrë të ardhuara nga ana e tij. Pra, bëhet fjalë për shifra marramëndse po flas. Por njëkohësisht edhe Warren Buffett, që padyshim e njihni, ai Warren Buffett, që është një nga investitorët më të mëdhej, ai ndonse bëri një kritik të rëndë për sa i përket teknologjisë dhe investimeve, por me një zotëri që vendos fatin e të gjitha algoritmeve në mbar botën, edhe të rrjeteve sociale, okay? Algoritmeve dhe edhe luftar, çdo gjë. Është një tip që më mirë mos ja themi emrin. Ky Warren Buffett bleu aksione 253 milion dollar, një gjë e tillë. Dhe
nga këto, ai I bleu këto aksione pikërisht në teknologji, në atë që ai fyeu. Tani, shikoni loja si është, ndaj thash që është pak komplekse. Çfarë bëjnë këta të mëdhenjt? Ata, kur e shikojnë që rritet diçka, e ngacmojnë atë që të ulet çmimi, që pikërisht këta që ju ul çmimi, të thonë, shiko, na ndihmo tani që të bëjmë, që të ecim përpara. Dhe këta vet I kërkojnë që të blej. Pra ky bleu këto aksione, $253 milion, dhe I bëri këto, I transformoi këto në brenda 3 muajve, kujdes, brenda 3 muajve, në $370 milion. Pra, brenda një kohë shumë të shkurtër, ai bëri parafërsisht rreth $50-60 milion. Sigur, nuk e di më kuptoni apo jo, është janë lojtar fantastik dhe në këto lëvizje të mëdha, se këtë doja të thosha, në këto lëvizje të mëdha, pa dyshim ka dikush që gjendet pas, sepse, shiko, qoftë lëvizjet, luftra, çfarë do gjë që bëhet, nga njëra anë apo nga tjetra, qoftë vendet e zhvilluara apo jo të pa zhvilluara, diçka prodhojnë, sepse siç kemi thënë, ose siç dihet, nga luftrat çdo gjë lulëzon, si mund thuhet, sepse bëhet një luftë që të lulëzohet diçka, apo jo. Dhe doja, shiko, ndonjëherë, edhe pse është vështirë që të flitet, ndonjëherë të flasësh me superlative ose në mënyrë pak të përciptazi, dikush shumë nga ne kuptojnë sepse lufta që bëhet tani për shembull në Iran, dihet që se kush fiton. Pra kush fiton nga kjo luftë po flas, sepse në fund të fundit çfarë ka Irani? Sepse po të kishte Irani për shembull atomike, ai do të kishte përdorur. Për shembull, ju si thoni, do të kishte përdorur apo jo? Sepse në qoftë se këta thonë që kanë, pra bota thotë që kanë, Irani ka, por nuk po e përdor sepse si tha dhe Irani, nëse do gjendemi në rrezik, ne do përdorim edhe armë më të rënda. Tani nuk di askush nëse kanë me të vërtetë apo jo, sepse nuk kanë zbuluar gjë, por nga ana tjetër janë shtetet e tjera që po e ndihmojnë Iranin. Si për shembull edhe Kazakistani. Kazakistani, për ata që nuk e din, ka miliona ushtar, 1.200.000 ushtar. Dhe në qoftë se ngrihet Kazakistani dhe lufton kundër zonave përreth, atëherë është fundi, sepse duhet të dini që lufta, edhe pse e kemi thënë atë që do të bëhet me çeta të vogla, por kjo rrezikon edhe luftën e tretë botërore, sepse vë në pozitë të vështirë të gjitha vendet, siç kemi thënë për shembull Turqinë, mëtej edhe Kinën e tjerë. Sidoqoftë Kina nga ana tjetër po mundohet që të mos futet në konfliktet e aktuale të aleatëve, këto doja të thosh të aleatëve, sepse janë aleat me Iranin dhe me vendet e tjera, por nga ana tjetër Kina po përgatitet për veten e saj, sepse situata, si e kemi kuptuar, është mjaft e vështirë. Dhe po thoshja, ndoshta këta din sepse po ta shikoni në të gjithë botën ka lëvizje të papara, të ardhura financiare. Tani kur lëvizin para të mëdha, ka luftra, dhe kur ka luftra, ka inflacione, dhe në inflacione e ha populli thjesht. Pra është më erdhi mirë kjo, sepse është e vërtet, jo sepse më erdhi mirë mua që ta them, por është e vërtet. Pra, situata që gjendemi tani varet këtu, e kuptoni, se këtu doja të dilja, e kuptoni që situata, kush më merr telefon tani? Situata ku gjendemi është kritike sepse vendoset fati pikërisht, pra e kuptoni më njëherë që vendoset fati nga një grup njerëzish, pra një grup që janë shumë pak. Po ta shikoni, si thash, asetet ose këto investime të mëdha janë vetëm për pak grupe. Dhe këto grupe është geniale se si lëvizin, sinqerisht. Unë e them gjithmonë dhe dua ta përsërisë edhe një herë që
informacioni është dije dhe dija është pushtet. Dhe nga këtu fillon çdo gjë. Ndonse ne na duket sikur janë prralla këto, por nga këtu fillon çdo gjë. Ata e kanë pushtetin që prej kohësh. Ne kemi bërë dhe në për emisione ku flasim për rendin e ri të vjetër, jo rendin e ri botëror të ri unë. Drejt që e mori. Do ta ja të them të fundit dhe do u përgjigjem këtyre, nuk e di, po insistojnë duke marrë telefon, dhe po thosha, rendi i ri, që ishte ai vjetri, rendi i ri kanë investuar prej vitesh për të qenë aty ku janë, dhe pikërisht pra nga informacionet, janë tepër të zgjuar, dhe po ta shikoni dhe në këto lëvizje që bëjnë, janë vërtet si magjistar, sepse e them këtë si magjistar, sepse po ta shikoni, i thua dikujt për shembull, sepse duhet folu dhe në këtë formë, është pak vështirë. I thua dikujt, shko, edhe ja hodhe nga ana tjetër. Si thoshim ne kur ishim të vegjël. E njëjta gjë dhe tani. Bëjnë gjoja sikur po bëjnë lëvizje nga njëra anë, vrasin dikën nga ana tjetër, shkërpin pushkën andej dhe çdo gjë bëhet për pushtet dhe para. Megjithatë doja t'ju informoja sepse me kalimin e kohës, pra vitet në muajt në vijim, do të ketë ndryshime të mëdha. Jam i bindur për këtë nga këto lëvizje që po bëhen, pikërisht nga këto lëvizje. Kalofshi bukur.